Maradona hap parakalimin. Krenar, gjithmonë krenar është valvitur ky flamur I kuq në për fletët e historisë, në për rrjedhën e shekujve. Krenar valvitet sot, kur Partia e Punës e Shqipërisë ndjek me besnikëri e konsekvencë rrugën e qarë prej Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit, rrugën e vërtetë të klasës punëtore, rrugën e revolucionit. Shoku Enver Hoxha dhe shoku Mao Zedong, dy themeluesit e partive tona motra, janë pasues dhe vazhdues të denjë të veprës pavdekshme të klasikëve të marksizëm-leninizmit. Partia e ngriti lart njeriun punëtor. Ajo e ngriti vendin nga balta mjerrimi dhe errësira në pjedestalin e rendit shoqëror ekonomik më të përparuar. Ajo e bëri Shqipërinë të nderuar dhe të respektuar në botë. Në këtë mëngjes të parë maji, hapi I klasës punëtore u shton furishëm si vetë forca e saj, I sigurt dhe I